Pas shfaqjes së simptomave të helmimit të 10 fëmijëve në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov në Kërposh, ekipet inspektuese nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari po kryen kontrolle të jashtëzakonshme në kuzhinat e 9 shkollave fillore të kësaj komune, të cilat menaxhohen nga i njëjti operator ushqimor, e që zotëron edhe magazinën qendrore që ndodhet në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov. Në kuadër të kontrolleve parandaluese të jashtëzakonshme në këto shkolla, ku nuk ka fëmijë që kanë shfaqur simptomat e helmimit nga ushqimi, po merren mostra nga ushqimi dhe nga sipërfaqet e punës për testime laboratorike. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës pret rezultatet e testimeve të mostrave të marra nga ushqimi dhe nga sipërfaqet e punës në kuadër të kontrollit të jashtëzakonshëm inspektues të dieshëm. Rezultatet po i pret edhe kryetari i Kërposhit, Sotir Lukrovski, për të parë se çfarë i ka shkaktuar simptomat e fëmijëve, pasi siç tha, me simptoma janë edhe disa që nuk konsumojnë ushqim në shkollë, duke sqaruar se janë vetëm rreth 30 fëmijë me simptoma. Luti që të mos spekulohen me numre. Што интересно имаме и меѓу нив имаме деца кои не користат храна. Имаме симптоми кај повозрастните, еве јас сум 2 дена со некои слични симптоми. Така да не се злоупотребува ситуацијата. Вчера бројната состојба негде 70 и нешто ученици биле отсатни од настава, меѓутоа тоа не значи дека се сите по основ на троењето или што и да е со одредените симптоми. Има деца во моментов има појава на сипаници. Kontrollet po bëhen 5 martë mbrëma rreth 40 fëmijë nga klasa të ndryshme në shkollën fillore Dimo Haxhi Dimov shfaqën simptoma helmimi nga ushqimi.